Një numër i edukatorëve të kopshtit Bambi në Çajir kanë lënë punën pasi nuk kanë marrë paga, komuna thotë se ka zgjidhur problemin. Prokuroria Lençe Ristoska dha dorëheqje pasi e hoqën nga lëndët për VMRO DPMN, kryeprokurori shpreh keqardhje. Lideri BDI-s Ali Ahmeti përmes një letër të hapur për respektim të barabartë të gjuhës shqipe, Kasami tha se kushtetuesja është trashëgimi e BDI-s. Në ditën ndërkombëtare të autizmit kërkohet mbështetje më e madhe për fëmijët autik dhe rritje e ndërgjegjësimit në shoqëri. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. 10 fëmijë të kopshtit Bambi në Çajir ditëve të fundit kanë ngelur pa përkujdesje të edukatorëve dhe përkëdhelësve, të cilët kanë lënë punën për shkak se nuk kanë marrë paga disa muaj. Si pasojë e kësaj, fëmijët janë zhvendosur në grupe të tjera të fëmijëve. Drejtoresha e kopshtit dhe komuna e Çajirit pretendojnë se problemi është kthyer dhe të punësuarit do të kthehen në punë. Mungesa e dhënies së pagave për disa muaj bëri që disa të punësuar ta lënë punën në qerdhen Bambi, e cila është pjesë e kopshtit Fidani në Çajir. Në mungesë të edukatorëve dhe përkëdhelësve, të cilat vendosën ta ndërpresin angazhimin e tyre në këtë institucion, fëmijët u shpërndarën nëpër klasa të tjera. Problemi tangon të punësuarit të cilët janë me kontratë në vepër. Drejtoresha e qerdhes Gëzime Bakiu na premtoi se problemi veç më është zgjidhur dhe pagat që i kanë pasur mungesë të punësuarve do ju kompensohen. Madje pritet që sot të paguhen paga për 3 muaj. Ajo sqaron se për shkak të përmasës më të madhe të godinës së re të qerdhes dhe përfshirjes së më shumë fëmijëve, është dashur të angazhojnë më shumë personel dhe ata janë me kontrata. Mirpo kjo thotë se do të vazhdojë deri në marrjen e pëlqimit nga ana e Ministrisë së Financave për pajisje me vendime pune. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të kërkesës për përkujdesje të fëmijëve, ka qenë domosdoshme angazhimi i stafit shtesë. Për këtë qëllim, një pjesë e nevojave është mbuluar me punonjës të transferuar nga institucione të tjera, si dhe me angazhimin e personave në bazë të kontratave në vepër. Ky lloj angazhimi është i përkohshëm, përkatësisht zbatohet deri në marrjen e pëlqimit nga Ministria e Financave për transformimin e këtyre angazhimeve në marrëdhënie të rregullt. Se problemi do të zgjidhet premtojnë edhe nga komuna e Çajirit. Në përgjigje për televizionin Shenja, ato thonë se komuna ka siguruar mbështetje nga buxheti i saj me qëllim që të paguhen të gjitha detyrimet financiare ndaj të punësuarve. Megjithatë, thonë se janë angazhuar edhe për zgjidhjen afatgjate të problemit, duke kërkuar nga Ministria e Financave që të punësuarve që janë me kontrata të ju jepen vendime, kërkesë e cila është refuzuar. Është e vërtetë që një pjesë të punësuarve përballen me vonesa në paga në periudhë prej 1 deri në 2 muaj. Megjithatë, nuk janë të sakta pretendimet për largimin e të punësuarve, as nuk ekziston ndonjë rrezik për mbylljen e qerdhes. Institucioni ka ndërmarrë hapa konkret dhe ka paraqitur kërkesë në Ministrinë e Financave për transformimin e kontratave autoriale në marrëdhënie të rregullt pune me qëllim stabilitetin afatgjat të punësuarve. Fatkeqësisht, kjo kërkesë nuk është miratuar. Qerdhja Bambi në Çajir u hap në gusht të vitit që lan pas dhe është një nga qerdhet më të mëdha të komunës, e cila ka kapacitet për rreth 350 fëmijë. Ish zëvendës Ministrja e Mbrojtjes Elfete Ismaili ka reaguar ashpër ndaj si cilëson ajo përjashtimit sistematik të shqiptarëve nga strukturat kyçe të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Përfaqësimit Ndërkombëtar të vendit. Në reagimin e saj, Ismaili thekson se zhvillimet e fundit janë thellësisht shqetësuese, duke përmendur si shembull kursin e fundit për oficer ku sipas saj janë përzgjedhur 16 kandidat të gjithë Maqedonas pa asnjë përfaqësues shqiptar. Ky nuk është rasti izoluar për një qasje që po përsëritet dhe që tregon një model përjashtues në institucionet kyçe të shtetit, deklaron Ismaili. Ajo ka ngritur shqetësimin edhe për përfaqësimin në misionet diplomatike ushtarake, duke theksuar se në përfaqësim në NATO në Bruksel nuk ka asnjë shqiptar. Kjo nuk është çështje e meritës, siç mund të tentohet të paraqitet, është çështje e balancës, e drejtësisë dhe respektimit të një realiteti multietnik që nuk mund dhe nuk duhet të injorohet, thot ndër të tjerash ajo.
Ish prokuroria e speciales Lençe Ristovska njoftoi dorëheqjen e saj nga pozita e prokurores publike duke argumentuar se nuk sheh hapësirë për të vepruar në përputhje me parimet e saj. Dorëheqja e saj vjen pasi kryeprokurori Nenad Saveski vendosi t'ia marrë lëndet Talir 1 dhe Talir 2, të cilët i mbronte ajo. Prokuroria Lençe Ristovska i ka dhënë epilog përplasjeve disa mujore me kryeministrin Hristijan Mickoski, presioneve të pushtetit ndaj saj dhe mos pajtimeve të shprehura publikisht rreth funksionimit të gjyqësorit, duke u dorëhequr nga pozita e prokurorit publik. Dorëheqja e saj erdhi pasi Këshilli i Prokurorëve Publik më 30 mars hodhi poshtë ankesën e Ristovskës për sulm ndaj integritetit dhe pavarësisë së saj, e cila kishte të bëjë me deklaratën e Mickoskit, i cili gjatë një interviste të publikuar në janar e quajti prokuroren mediokritet me matricë politike, ndërkaq më 31 mars kryeprokurori Nenad Saveski e hoqi Ristovskën nga lëndet për korrupsion të lartë Talir 1 dhe Talir 2 që lidhen me VMRO-DPMN. Ristovska në letrën e saj të dorëheqjes ka thënë se nuk e sheh veten në mesin e një prokurorie e cila nuk vepron si e pavarur. Vlerësoj se këto vendime do bësojnë seriozisht pozivionin e prokurorisë publike dhe sjellin rreziqe konkrete për epilogun e lëndave që targetojnë korrupsion të lartë dhe krim. Këto veprime janë në kundërshtim direkt me vizionin për të cilin përkushtohem, ndërsa ajo është prokurori e cila punon jashtë ndikimeve politike, i mbron profesionistët e saj dhe e mbron interesin publik në mënyrë të duhur dhe pa selektim. Pasi nuk shoh hapësirë për punë, as në perspektivë se si do të mundesha të veproj në përputhje me parimet e mia. Sot kam dorëzuar dorëheqjen nga funksioni i prokurorit publik. Ajo në letrën e saj po ashtu ka drejtuar kritika ndaj sistemit, duke theksuar se puna e saj në çështje që targetojnë majat e pushtetit e ka bërë atë shënjestër të sulmeve. Ndër vite keni qenë dëshmitar të shumë prej atyre rasteve, ndikim ndaj dëshmitarëve, ushtrimi presioneve, ndryshimi i zgjidhjeve ligjore, ruajtja e lëndëve në sirtar dhe vjetërsimi lëndëve. E gjithë kjo nuk më ka penguar t'ju përmbahem zotimeve të mia, prandaj kam kritikuar publikisht gjendjet në gjyqësor, pavarësisht kontekstit shoqëror politik dhe pa kalkulime për pasojat në karrierën time. Kryeprokurori Nenad Saveski ka reaguar ndaj dorëheqjes së saj, duke shprehur keqardhje për vendimin e prokurores. Ajo që dua të theksoj është se prokuroria publike mbetet pa një prokurore publike, nga e cila prisja që, me përvojën e saj shumëvjeçare dhe të çmuar, të jepte kontribut në forcimin e kapaciteteve të këtij institucioni, veçanërisht në rolin e saj si prokurore për ndërlidhje me Eurodrejtsinë. Ristovska ka qenë një ndër prokurorët kryesore të ish prokurorisë speciale, ndërsa momentalisht është edhe prokurore në Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale, Eurodrejtësi. VMRO-DPMN ka reaguar lidhur me dorëheqjen e Lençe Ristovskas nga pozita e prokurorës, nga atje thonë se Ristovska ishte pjesë e prokurorisë speciale në të cilën zgjidheshin raste për persekutime politike. Ne kemi ndjekur me kujdes dorëheqjen e Lençe Ristovskas, e cila deri vetëm një muaj më parë pohonte me bindje se kishte ardhur koha që ajo të drejtonte prokurorinë dhe të sillte drejtësinë e shumë dëshiruar. Natyrisht, koha për të cilën ajo foli ishte e vlefshme vetëm nëse rezultati i zgjedhjeve ishte sipas dëshirës së saj. Në momentin që institucionet vepruan në përputhje me ligjin dhe nuk e konfirmuan kandidaturën e saj, i njëjti vizioni një prokurorie të fortë dhe të pavarur u zhduk papritur dhe u zavendësua nga një narrativ e presioneve të dyshuara dhe integritetit të komprometuar, thuhet në reagimin e VMRO-DPMN-s. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nëpërmjet një letre të hapur ka paralajmëruar se çdo përpjekje për ta relativizuar përdorimin e shqipës përbën rrezik për rendin kushtetues dhe të ardhmën e shtetit. Në letrën e tij ai shpreh shqetësimin dhe përqasje të caktuara institucionale, veçanërisht në gjykatën kushtetuese, duke vlerësuar se në çështje të ndjeshme ndëretnike duhet të dominojë argumenti profesional dhe kushtetues e jo qasje që cënojnë balancin e arritur ndër vite. Shqipja nuk është privilegj, por e drejtë e fituar dhe e garantuar me kushtetut, thot Ali Ahmeti.
Nuk ka të ardhme pa barazi. Gjua shqipe është e drejtë kushtetuese, jo çështje negocimi, dhe se kthim prapa s'ka. Kështu është shprehur kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një letër të hapur drejtuar opinionit publik. Në reagimin e tij, i cili është shkruar edhe në gjuhën maqedonase, Ahmeti thekson se barazia gjuhësore është një nga shtyllat kryesore të stabilitetit edhe bashkëjetesës në vend, duke paralajmëruar se çdo përpjekje për të relativizuar këtë drejt përbën rrezik për rendin kushtetues edhe të ardhmen e shtetit. Kthim pas nuk ka, të drejtat e fituara nuk negociohen dhe nuk zhbëhen. Çdo tentativë për të kufizuar zbatimin e gjuhës shqipe është regres i rrezikshëm, dhe ata që sot flasin për kufizime duhet ta dinë se po hapin plak që ky vend i ka mbyllur me shumë sakrifica. Me këtë çështje nuk luhet. Në letrën e tij, ai shpreh shqetësim edhe për qasje të caktuara institucionale, veçanërisht në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, duke vlerësuar se në çështje të ndjeshme ndëretnike duhet të dominojë argumenti profesional dhe kushtetues, e jo qasje që cenojnë balancën e arritur ndër vite. Gjua shqipe për mua nuk është dhe nuk do të jetë kur çështje negocimi. E kam thënë dhe do ta përsëris pa asnjë rezervë. Marrëveshja e Ohrit është themeli i këtij shteti dhe kush e vë në pikpyetje atë, vë në pikpyetje vetë të ardhmen e tij. Shqipja nuk është privilegj, por e drejtë e fituar dhe garantuar me kushtetutë. Ahmeti rikujton se shqiptarët nuk kanë kontestuar gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas, por kanë kontribuar në ndërtimin e një shteti të përbashkët, euroatlantik dhe demokratik. Sipas tij, barazia e shqiptarëve nuk e dobëson shtetin, por e forcon atë, secila parti politike serioze e që pretendon të jetë shtet formuese. Ahmeti thotë se duhet të reflektojë. Letrën publike të kreut të BDI-s Ali Ahmeti e ka komentuar njëri ndër liderët e Vlenit Bilal Kasami, i cili tha se përbërja e kësaj gjykate është trashëgimi e BDI-s. Megjithatë, Kasami tha se nuk pajtohet me deklaratat e papjekura të kryetarit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese është organ, institucioni pavarur, të cilën po ashtu na e kanë lënë trashëgimi qeveria paraprake. Ne do të punojmë që edhe kjo gjykatë të funksionojë në bazë të kushtetuese dhe të ligjit, nuk pajtohem me deklaratat e papjekura të kryetarit të gjykatës kushtetuese në disa raste, jo vetëm sa i përket gjuhës shqipe, u shpreh Kasami. Ai siguroi se asnjë drejtë shqiptarëve nuk do të preket. Ka pasur 20 vite që t'i zgjidh këto probleme cilat sot na i ka lënë në trashëgimi, por ajo që mund të them që as ligji për gjuhën, as gjuha shqipe dhe asnjë drejtë siguruar e shqiptarëve dhe komuniteteve tjera në Maqedoni në asnjë mënyrë nuk do të cënohet dhe për këtë garanton kjo gjë. Studentët shqiptar kanë bërë thirrje edhe sot për mbështetje të protestës që është paralajmëruar për me 6 prill, ku ata do të adresojnë kërkesat e tyre që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Sot ata u kanë bërë thirrje gjykatësve, prokurorëve, avokatëve dhe përmbaruesve që t'u bashkangjitet studentëve shqiptar në këtë protestë. Thirrja e studentëve për pjesëmarrjen në protestë po zgjerohet. Nga një thirrje fillestare drejtuar profesorëve, sot ata kanë përsëritur thirrjen e njëjtë edhe ndaj gjykatësve dhe prokurorëve. Unionet e studentëve nga Universiteti i Tetovës, Universiteti Nën Tereza dhe Universiteti i Evropës Juglindore sot kanë adresuar një thirrje publike drejtuar alumnive dhe profesionistëve të drejtësisë, përfshirë gjykatës, prokuror, avokatë dhe përmbarues, duke kërkuar mbështetjen e tyre për protestën e paralajmëruar më 6 prill në orën 12:30. Mbështetja juaj është thelbësore, jo vetëm si profesionist të drejtësisë, por edhe si ish student që e kuptoni peshën e kësaj padrejtësie dhe rëndësinë e barazisë në qasje ndaj profesionit. Ju ftojmë që të bëheni zë i kësaj kauze përmes mbështetjes publike dhe pjesëmarrjes suaj në protestën paqësore. Prania juaj do të jetë mesazh i fuqishëm se drejtësia fillon nga respektimi i të drejtave themelore. Përmes kësaj thirrjeje, nga Unioni sqaroi se synohet mobilizimi dhe solidarizimi i komunitetit juridik në një çështje që lidhet drejt për drejt me respektimin e të drejtave të garantuara me kushtetutë dhe ligj, konkretisht mundësinë për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kujtojmë se studentët edhe gjatë ditës së djeshme ju kanë bërë thirrje profesorëve universitar që të mbështesin protestën, ndërkaq mbështetje për studentët kanë dhënë edhe nga organizata në 4 orë.
Në ditën ndërkombëtare të autizmit, prindërit e fëmijëve autik kanë ndarë përvojat dhe sfidat që kanë fëmijët me këtë gjendje të zhvillimit neurologjik, ndërkaq ankohen mungesë të mbështetjes së nevojshme institucionale. Nga ana tjetër, profesionistët e kësaj fushë kanë folur mbi fazat e hershme të autizmit, rëndësinë e rritjes së ndërgjegjësimit dhe nxitjen e veprimit për autizmin në shoqëri. Unë me djalin Anuarin u njoftuam para 11 viteve, po para se të lindaj, kishim gjasa që djali mund të jetë me nevojat veçantë, para lindjes. Edhe ne na u dha si prind mundësia apo opcioni të abortojmë djalin. Ne duke qenë besimtar, ne menduam që është e pahishme, është absurd të shpallim luftë Zotit, pasi Zoti ka vendosur që të na jep një fëmijë të tillë, ne vendosim që ta pranojmë si dhuratë. Ky është përjetimi një prindi që ka një fëmijë me nevoja të veçanta, Anuarin, i cili tani është 11 vjeç. Vendosshmërinë që ka pasur ky prind që në momentin që kanë vendosur mos ta abortojnë, sepse është me nevoja të veçanta, ka vazhduar ta ketë edhe gjatë gjithë këtyre viteve. Por edhe sot, kur flet me shumë dashuri për të voglin e tij. Mirë po gjatë këtij rrugtimi ai përmendi edhe pengesat institucionale që i kanë hasur, njëra nga të cilat është mungesa e asistentëve profesionist. Gjithsesi thosë asistent ka, por jo të mjaftueshëm sepse numri i fëmijëve me nevoja të veçanta është në rritje. Kështu ai tregoi se bashkëshortja e tij është dashur që vitin e parë shkollor ta bëjë bashkë me djalin në klasë, ndërsa thekson se nuk është i kënaqur nga stafi profesional nëpër institucione shtetërore, sepse nuk japin rezultate, kurse shërbimet private janë shumë të shtrenjta. Në shënimin e 2 prillit, ditës autizmit, në panel diskutimin e organizuar nga Komuna e Qairit në nder të kësaj dite, panelistët folën për rritjen e ndërgjegjësimit dhe nxitjen e veprimit për autizmin në shoqëri, me pjesëmarrjen e profesionistëve dhe përfaqësuesve relevant të fushës. Psikologu Arber Kadriu tregoi se cilat janë fazat e hershme të shfaqjes së autizmit. Vitet e para janë mosha 3 vjeçare, ku zakonisht haset në problematika ose të themi një abnormalitet sjelljesh tek fëmijët, zakonisht kur është mos kontakti me sy, mandej të folurit, po ashtu ka forma ndryshme ku fëmijët ndonjëherë bën impulsiv, kemi hiperaktivitet, po ashtu kemi ndjenja të agresivitetit. Përfaqësuesja e shoqatave për fëmijë me vështirësi në zhvillim, Zemriet Bela, foli për rëndësinë e zbulimit dhe trajtimit të hershëm të autizmit. Neve si profesionist nuk na intereson atë shumë diagnoza, se sa mosha e hershme dhe trajtimi sa më herët i këtyre fëmijëve. Çka ndodhën kjo, të cilën neve shpresojmë që me këtë panel diskutimi të ngritim pak ndërgjegjësimin dhe vetdijen dhe besojmë që Komuna e Qairit të ketë një qendër të tillë. Kurse Ariton Rama, përfaqësues institucional, foli për rëndësinë e gjithëpërfshirjes. Shoqëria dhe institucionet janë si një familje organizative. Nëse një familje duhet të mbretërojë harmonia, normalisht duhet të jetë inkorporuar gjithëpërfshirja. Pra, duhet të kemi elementet e gjithëpërfshirjes, ku secili duhet të ketë rolin e vet dhe kontributin e vet në familje. Vendi ynë nuk ka ende një regjistër shtetëror për numrin e saktë dhe të plotë të fëmijëve me autizëm. Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkurs të ri publik për pranim të 300 ushtarëve profesionist në shërbim në armatën e Maqedonisë së Veriut. Nga atje sqarojnë edhe për kushtet e përgjithshme me të cilat të interesuarit duhet të posedojnë, siç janë të jenë të moshës madhore dhe të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, ndërsa kushtet e veçanta janë që të kenë përfunduar armimin e mesëm dhe të mos jenë më të vjetër se 25 vjet në ditën e përfundimit të konkursit për pranim të ushtarëve profesionist, si dhe të gjitha detajet e tjera janë bërë të ditura në konkursin publik, i cili është publikuar në web faqen e Ministrisë së Mbrojtjes. Ministria ju bën thirrje të gjithë të rinjeve dhe qytetarëve të interesuar ta shfrytëzojnë këtë mundësi të punojnë në shërbim të adheu dhe të jenë pjesë e armatës e cila ofron karrierë të qëndrueshme dhe të sigurt, trajnim të vazhdueshëm dhe zhvillim personal, zhvillim të aftësive ekipore dhe vlera të vërteta qëndron në kumtesën e Ministrisë së Mbrojtjes. Konkursi publik zgjat 15 ditë duke përfshirë edhe ditën e publikimit.
Kamerat e qytetit të sigurisë gjatë muajit mars kanë regjistruar 26.241 shkelje të trafikut, pjesa më e madhe e shkeljeve ose 25.230 janë për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa 70 janë për kalim në semafor në të kuqe, shifër kjo që është 68.2% më pak se në muajin shkurt. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se gjatë muajit mars nga sistemi qytet i sigurt, në zonat e qyteteve dhe korridoreve ku janë vendosur kamera, janë regjistruar gjithsej 26.241 shkelje. Nga MPB njoftojnë se numri i përgjithshëm i shkeljeve të regjistruara për kalim në semafor të kuq është 70, që sipas tyre paraqet një ulje prej 68.2% krahasuar me muajin shkurt, ndërsa numri më i madh i shkeljeve është për drejtim të automjetit me shpejtësi mbi kufirin e lejuar, ku janë regjistruar 25.230 raste. Gjatë muajit mars po ashtu janë regjistruar edhe 941 shkelje për drejtim të automjetit me leje qarkullimi të skaduar. Gjithashtu, janë shqiptuar gjithsej 524 masa ndalimi për drejtim të automjetit, numër që shënon ulje prej 16.7% krahasuar me muajin e kaluar. Prej tyre, 70 janë për kalim në semafor të kuq, ndërsa 474 për tejkalim të shpejtësisë, nga të cilat 362 për shpejtësi mbi 80 km në orë në zonë të banuar dhe 42 për shpejtësi mbi 170 km në orë në zonë të pabanuar. Nga MPB apelojnë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe dispozitat e trafikut dhe së bashku të kontribojnë për rrugë më të sigurta dhe më të mbrojtura. Sot u vendos gur themeli për ndërtimin e linjës së transmetimit 400 kV nga trafostacioni Manastir 2, një projekt i rëndësishëm energjetik që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë dhe përmbyll hallkën e fundit të korridorit 8. Kryeministri Hristian Mickoski theksoi se projekti i kalon rëndësinë e një investimi të jashtëzakonshëm infrastrukturor, ndërsa drejtori MEPS-os Burim Latifi vlerësoi se projekti përfaqëson një moment historik për sistemin energjetik të vendit dhe rajonit. Sot nuk flasim vetëm për një projekt infrastruktural. Sot flasim për diçka shumë më të madhe, për lidhjen, për stabilitetin dhe për të ardhmen e dy shteteve brenda familjes energjetike europiane, deklaroi kryeministri Hristian Mickoski në vendosjen e gur themelit të linjës së transmetimit 400 kW mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Linja interkonektive Manastir-Elbasan nuk është një linje e zakonshme, ajo është simboli një bashkëlloku të mbyllur që për vite me radhë qëndronte si pengesë në rrugën tonë. Korridori 8, i cili duhet të jetë arteria e ekonomisë, për një kohë të gjatë kishte një ndërprerje në rrjetin e tij energjetik. Sot, me këtë projekt, ai bashkëllok më në fund mbyllet, me ndërtimin e kësaj linje 400 kV të gjatë rreth 100 km, vendosim lidhjen e fundit energjetike që mungonte me fqinjët tanë. Ai shtoi se ky interkoneksion nuk është vetëm një projekt kombëtar, por është pjesë e rrjetit energjetik evropian. Sipas Mickoskit, kjo nuk kupton balancë, siguri dhe aftësi për të integruar burime të reja të energjisë. Drejtori i SHA MEPSO, Burim Latifi, tha se kjo linjë do të sigurojë, do të rrisë stabilitetin e sistemit të transmetimit. Me realizimin e këtij projekti, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria fitojnë një lidhje të re, të fuqishme dhe strategjike elektroenergjetike, e cila do të përforcojë sigurinë e furnizimit, do të rrisë stabilitetin e sistemit të transmetimit dhe do të hapë mundësi të reja për integrim më të thellë në tregun rajonal dhe evropian të energjisë. Me këtë interkoneksion, po mbyllim hallkën e fundit energjetike të korridorit 8 pan-evropian. Projekti parashikon ndërtimin e rreth 100 km linjë transmetimi ajror nga stacioni transformator Manastir 2 deri në kufirin mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Projekti i vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredisë dhe granteve nga Bergji dhe fondet europiane. Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri titullohet libri Gjimnazistit nga Sarai Hamza Alili, që u promovua sot. Ai tha se frymëzimi për këtë libër i ka ardhur nga përvoja që ka pasur në projekte dhe trajnime të ndryshme ku ka marrë pjesë përmes organizatave të ndryshme jo qeveritare. Sot në shkollën e mesme në Saraj, një nxënës 18 vjeçar i vitit të 4 ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me botimin e librit të tij të parë, Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri, nga Hamza Alili.
Gjatë promovimit, në fjalën e tij ai ndau se çfarë frymëzoi, personazhet që e shoqërojnë rrëfimin dhe mesazhet kryesore për shoqërinë dhe të rinjt. Ai tha se ka filluar të shkruajë në muajin tetor të vitit të kaluar dhe e ka përfunduar më 10 janar. Frymëzimi për këtë libër më erdhi nga përvoja ime në projekte dhe trajnime të ndryshme, ku kam marrë pjesë përmes organizatave të ndryshme jo qeveritare. Këto përvoja më kanë ndihmuar të filloj të fitoj njohuri të vlefshme, të cilat i kam përmbledhur në këtë libër. Libri trajton tema si zhvillimi personal, respekti, qëndrueshmëria, ndikimi social, roli i një shoqërie aktive, rrugët drejt suksesit. Ndërkaq, edhe drejtori i shkollës, Bedri Gjureci, e përgëzoi Hamzën për këtë rrugëtim të tij krijues, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së të rinjve në zhvillimin e talenteve dhe idesë së tyre për të kontribuar në shoqëri. Unë si drejtor jam krenar dhe kam një privilegj në këto momente, pasi nxënësit tonë po korrin një sukses dhe tregojnë qartësi në shkrimet e tyre dhe japin një mesazh për autorët e rinj, konkretisht për nxënësit tanë dhe në përgjithësi për shoqërinë, që me punët e shkrimit të merren më tepër. Unë nuk dua të zgjas më tepër, i uroj shumë suksese të më të tjeshme dhe jap mesazhin si Hamza edhe tjerët, moshatarët e Hamzës, të merren me shkrime dhe të kenë suksese. Ky promovim i librit u mbyll me një dhuratë simbolike, si dhe me urimet e bashkëmoshatarëve dhe mentorëve, nxënëset Zejnepe Jashari dhe Berna Bekiri. Gjithashtu autoret e reja në këtë drejtim e përgëzuan Hamzën dhe lexuan nga një poezi nga veprat e tyre. Ndërkaq, recenzuesja profesoresh Nerzane Rustemi Kadri i uroi shumë suksese Hamzës dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së të rinjve në zhvillimin e ideve dhe talentit të tyre. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm në tregjet ndërkombëtare pasi fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump rriti pasiguritë për ecurinë e konfliktit me Iranin. Nafta Brent u rrit me rreth 6.8% duke arritur në $108 për fuqi, ndërsa nafta amerikane u ngjit në $106.5 për fuqi, duke reflektuar frikën e investitorëve për një konflikt më të gjatë dhe ndërprerje të furnizimit global. Rritja erdhi pasi Trump deklaroi se SBA do të vazhdojë sulmet ndaj Iranit për 2 deri në 3 javët e ardhshme pa dhënë një plan të qartë për përfundimin e luftës. Do t'i godasim jashtëzakonisht rënd gjatë 2 deri në 3 javëve të ardhshme. Do t'i kthejmë në epokën e gurit ku i përkasin, ka thënë Trump. Tregjet e naftës u qetësuan për pak kohë më parë këtë javë për shkak të pritjeve se Washingtoni mund të zvoglojë fushatën e tij ushtarake, por mentaliteti përmbys pasi komentet e Trumpit rigjallëruan shqetësimet mbi rreziqet për rrjedhjen e naftës së papërpunuar nga rajoni, veçanërisht përmes ngushticës së Hormuzit, një rrugë jetësore për dërgesat globale të energjisë. Kryeministri Polonis Donald Tusk paralajmëroi sot se një seri zhvillimesh politike dhe ekonomike mund të përputhen me interesa strategjike të Rusisë, duke e përshkruar situatën si të ngjashme me planin e ëndrave të Putinit. Duke folur për tensionet në rritje dhe ndryshimet e politikave, Tusk potencoi shqetësimet për një krizë energjetike në përkeçësim në Evropë, duke sugjeruar se një paqëndrueshmëri e tillë mund të dobësojë më tej unitetin e rajonit. Kërcënimi i shpërbërjes së NATO-s, lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë, një krizë masive energjetike në Evropë, ndalimi i ndihmës për Ukrainën dhe bllokimi i kredisë për Kievin nga Orbani, të gjithë duken si plani i ëndrave të Putinit, ka thënë Tusk. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë mirupafshim.